Gjatë stinës së verës, në qendrën shëndetësore Bica janë paraqitur qytetarë me viroza sezonale dhe raste të helmimeve ushqimore. Sipas mjekut përparim Zela, rastet më të shpeshta lidhen me konsumimin e ushqimeve të papërshtatshme ose të ruajtura në kushte jo të mira. Situata në qendrën shëndetësore Bica nuk ka qenë problematike, me përjashtim të disa rasteve që kanë të bëjnë me stinën, me temperaturat e larta, me helmimet ushqimore, veçanërisht moshat e fëmijëve, moshës shumti dhe më pak moshat e rritura. Ushqimet do të konsumohen sa më shumë që të jetë e mundur të freskëta, ose të paktën të jenë të futura në frigorifer. Mjekët theksojnë se një tjetër element i rëndësishëm gjatë ditëve të nxehta është hidratimi i organizmit. Pinë sa më shumë ujë. Pirja e ujit, sidomos për smurët kronik, është shpëtimtare pasi shpëton nga problemet e kokës që kanë bënë me mos ushqyerjen e trurit me langje dhe japin shqetësimet. Kjo është kryesore, të pinë ujë, pinë langje, të rrinë të hidratuar. Problemi më i madh i verës për smurët kronik është diabeti dhe hipertonikët, të cilët nuk marrin langjet e mjaftueshme, sidomos ujin. Duke mos marrë ujin, ato bëjnë ishemi cerebrale, bëjnë sinkope, bëjnë kputje, bëjnë lodhje. Specialistët u bëjnë apel qytetarëve që në rast të temperaturës së lartë, të vjellave diarez ose shenjave të dehidratimit, të drejtohen sa më shpejt pranë mjekut.